Në buxhetin e ri për vitin 2026 i arritur fondet për zhvillimin e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë si pjesë e strategjisë për ta bërë Shqipërinë një vend më tërheqës, më konkurrues dhe më të qëndrueshëm ekonomikisht. Në këto sektor buxheti 2026 është rritur me 5.9% nga viti i shkuar, duke arritur në 7.39 miliard lek nga 6.97 miliard lek që ishte vjet. Në fushën e turizmit, objektivi është që Shqipëria të kthehet në një destinacion turistik gjithvjetor dhe cilësor. Për këtë arsye, në projekt buxhet është parashikuar forcimi i rregullave për shërbimin e pastrimit gjatë gjithë sezonit turistik, në mënyrë që zonat bregdetare të ruajnë pastërtinë dhe standardet e kërkuara për një turizëm modern. Gjithashtu, një tjetër drejtim është promovimi i produkteve vendase, për të forcuar identitetin e turizmit shqiptar dhe për të nxitur ekonominë lokale. Paralelisht me këtë pritet të rritet numri i të punësuarve në këtë sektor, si dhe ai i bizneseve që operojnë në fushën e agroturizmit. Edhe trashëgimia kulturore zë një vend të rëndësishëm në këtë plan. Qeveria synon restaurimin dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë arkitektonike dhe peizazhit kulturor, me qëllim ruajtjen e identitetit historik. Sipas parashikimeve, gjatë viteve 2025 deri në vitin 2028, do të restaurohen rreth 156 objekte të trashëgimisë arkitektonike dhe muzeale në të gjithë vendin. Ashtu synohet rritja e numrit të vizitorëve në muzet, monumentet e kulturës dhe parqet arkeologjike, ku vetëm në 4 vitet e ardhshme parashikohet të arrijë në rreth 235.000 vizita. Ndërkohë, në fushën e artit dhe kulturës, qeveria ka planifikuar mbështetje të shtuar për aktivitete kulturore në mbar vendin. Deri në vitin 2028, numri i eventeve artistike pritet të arrijë deri në 450 me një rritje graduale në çdo vit. Qëllimi është të forcohet skena kulturore kombëtare, të përfshihen më shumë të rinjt. Mbështetje e veçantë do të jepet edhe industrive kryese dhe skenës së pavarur, të cilat konsiderohen një pjesë thelbësore e zhvillimit kulturor bashkëkohor. Një aspekt tjetër me rëndësi është përfshirja e studentëve në jetën kulturore të vendit. Brenda programit të paktit të studentit pritet që numri i studentëve të angazhuar në shfaqje, ekspozita apo programe artistike të rritet nga 75 në vitin 2025 në 82 studentë deri në vitin 2028. Në të rësi, buxheti synon të vendosë bazat e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik përmes turizmit, kulturës dhe trashëgimisë, me restaurimin e objekteve historike, rritjen e aktiviteteve artistike dhe promovimin e produkteve vendase. Shqipëria synon të forcojë imazhin e saj.